Ne biseduam për vallen rrethqe, për vallen dyshe myzeqare, dhe sigurisht radhe fjala tek një karakteristik shumë e veçantë, kryesisht e zonës së Ballkanit, por ne shqiptarët dallohemi për ruajtjen e saj të pastër dhe të pacënuar. Vallja e kënduar, vallja e burrave e kënduar apo vallja e grave e kënduar, valle të cilat këndoheshin shpeshherë në odat shqiptare në rastet e gëzimit apo në rastet e festave familjare. Maksi, unë e di sigurisht që kemi përgatitur një valle e kënduar apo një valle që merret edhe nga burrat, këndohet edhe me zëra, dhe tashmë sigurisht ne kemi pasuruar dhe me instrumentat muzikore apo jo. Mund na thuash diçka ndoshta për koreografin? Patjetër. Dasma myzeqare, veç ditës diel që është ditë e shenjtë, ka dhe ditën e enjte që është quhet dhe dita e janqes, ose e anjit, dhe i kushtohet perëndisë së zjarrit që është perëndia e lirë që quhet anji. Çfarë ndodh ditën e enjte? Që i thot populli janqe, sepse fshat emri Jan ka ardhur nga anj dhe me përgdheli i thon janqe. Në darkën e janqes shtrohet qeja ose ajo si tip mikrosofer, vjet brumi, një djalë dhe një vajzë me nen, me bab, me veshje, kostume popullore, bëjnë brumët, në vatër është vendosur shpuza, në zjarri shpuza, në një krah janë 6 gra, në një krah janë 6 burra, dhe këndohet kënga e janqes. Në fillim e marrin burrat, pasi këndojnë burrat e kërcejnë, pastaj e marrin gratë, e kërcejnë gratë. Dhe kënga ka vësish këto vargje, janqe, brumëto, me se bëhet brumëto, me qumusht e me mjalt. Me mjalt e me qumushto. Kemi 2 prodhime shumë të rëndësishme këtu, me qumusht dhe me mjalt. Këto 2 element në na futin thellë në histori. Perëndia Zeusi u ushqua vetëm me qumusht e me mjalt. Dhe këtë element që ushqyja Zeusi, ne i kemi të darka e janqes. Dhe është shumë një scenografi shumë e bukur. Kur këndojnë burrat, marrin vallen. Të njëjtën këngë dhe valle, këndojnë gratë dhe më vim anës, me tiparet e tyre. Vim anës brumit që gatuhet. Pastaj, brumi bëhet 3 kuleq, piqe në zjarr, dhe vajza dhe djali kanë një hark, ku s'kanë përdori një,